erdhi një njeri te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sa ishte të shpërnda do pasuri. Dhe aty u duk padrejtisht ajo. Ama kujna më të mirit njeri në botë, për të cilin Allahu xha ka marrë besnik me ia dhon shpallën e vet. Edhe te pa tha o Muhammed alayhi salatu wasalam, tha banu i drejt. Ja vrajti shpirtin kjo pejgamberit alayhi salatu wasalam. Tha banu i drejt. A ka njëri më drejt se Muhamedi alayhi salam? Tha banu i drejt se si e i drejt. Kështu njerëz duke di çka folin edhe para kujt folin. Tha banu i drejt. I'dil fama adalt. Ti si e i drejt. Edhe tash kyre pejgamberi sa nuk ka si njeri që revoltohet, mirë po shokët e vetë kanë diçka pi thot. E nxeri shpatën Khalid ibn Walid më njëherë trak. Tha ja, ama e di ku autoriteti ka të më vet. Tha ja Rasulullah, ata drejtoj kët? Tha jo. Jo, leje tha se falet kë. Pastaj tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, vllavin tem Musën Zoti më shiroft. Vllavin Musën, pejgamberi Zotit, Allahu tha më shiroft Musën. E ka ndëranu edhe ma shumat, a i ka bo sabër. Pra, me mësa me qka e menagjon të ketë vrasit shpirtit, ketë lëndim shpirtit, thënte, o Allah, jepëm sabër, o Allah durim, lutë Allah, o Zot durim.